Edhe pse diskutoi kodi etikës, mbledhja e Komisionit të Sigurisë ku ishte ftuar Ministri i Brendshëm degeneroi në sharje e thyerje, ku protagonist u bë deputeti i djathtë Flamur Noka. Kemi punojësit, kemi gjetur në Policinë e Shtetit, punojësit e policisë me më pak arsim se në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian dhe të rajonit. Pra, policinë më analfabete dhe më ignorante se sa çdo vend tjetër në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Ky ka hequr 9 ka qenë ja. Tani unë se kuptoj, kjo nuk është as e ishme. Jepini ti lashtë të përzjeni nga këtu se po vendon Policia e Shtetit kjo. Duke qenë O zoti e kuptoj çfarë. Ndërpresim Policia e Shtetit mund të vendojë mos e pranoni këtu kjo viu. Që pranoni që ky palo trafikant o vendon Policia e Shtetit. Kuptoni ku jeni ju. Seanca u shty për disa minuta, por sërish ajo u ndërprej kjo për shkak të akuzave të deputetit të djathtë. Në vitin 2013, Guardia di Finanza deklaronte që ishin mbjell 8 herë më shumë drogë se sa në vitin 2015. Dhe po sipas Guardia di Finanza, në 2013 shkatroi 7%, ndërsa sot 99%, kush i bie tjetë banditi, unë apo e jetje? O ti Spartak do të mblesh me forcë këtu po të Haroja këtu se po të vjedhë pa folur. Haroja këtu se po të pa folur. Tuar. Ti zotri, ti zotri ke qenë përdorues hashashi. Ti zotri je marrë ke ambasadën gjermane me trafikant vizash. Ti ke qenë hajdut kastofona. Ti ke bërë tentativë suicid. I patriotimi. Kalojmë në zoti kryetar. Në parim dakord jemi me përgjigjen. Ky është Në parim dakord. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha se kodi i ri i etikës sjell standarde të reja në polici, teksa shtoi se e gjetën policinë të zhytur në korrupsion. Kodi etik i Policisë së Shtetit është hartuar që në vitin 1998, ndërkohë që Ministria e Brendshme propozoi shfuqizimin e saj dhe hartimin e kodit të ri etik, i cili ka hyrë dhe në kurrikulat e Akademisë së Rendit.